Po e filloj me Arsin. O, Ars, dëgjoj, çfarë është kjo historia e pagave të gjyqtarëve? Sepse nuk është ere e parë. Ja, para se të flasësh ti ne do shohim kam përshtypjen se Ledio ka disa sinkrone. Ramsi 4, sultani i Shqipërisë. Njeriu që vendos gjithçka, që ka kontrollin e gjithçkaje. Ende, dhe me sa duket për shumë kohë akoma, nga të dhënat që kemi, të mëshëm është. Ka dalë prapë në podcastin e vetë më duket, se është bërë një podcast ai fundjavë. Dhe më duket ka gjetur atje mënyrën për të goditur njerëz, për të tallë bythën e kështu, dhe nuk e ka keq. Se e ka si dritare kështu, dhe i thotë unë s'flas si kryeminist këtu, flas si podcastier. Po. Më kupton? Është live Facebook ai, nuk është podcast. Nuk është podcast tu? Është live. Nga podcasti ka rënë atyre. Është dhe podcast. Podcasti është në vetë, po këtu del. Ka qenë një. A që ka qenë Facebook? Ka qenë rubrikë e Facebookut. Më fal, Ledio, sa sinkrona kemi të Ramsit vlla? 3. Ja ti shohim të 3 dhe kthehemi. Jepi le të shohim parën. Më drejtoheni mua personalisht, po s'ka problem, nuk e marr si personale. Juve jeni njerëz si fillim të paligjshëm, si shoqata. Kupton? Qa jeni ju? Jeni të paligjshëm. Dhe gjykata kushtetuese nuk duhet ju kishte pranuar ju si palë, sepse juve nuk respektoni dispozitat e ligjit ju vetë për organizatat jo fitimprurse, se shoqatat janë fitimprurse, ndërkohë që ju shoqatat tuaja, dhe kjo shoqata me cilën po flas është ngritur vetëm për të fituar lek deri tani. Nuk kam parë unë të bëni në gjë tjetër ju. Deri tani. Po vetëm për të fituar para. Shkon në gjykatë kushtetuese për të fituar para, për të rritur të ardhurat tuaja. Se s'kemi kohë tani, ti shohim njëra pas tjetrës. Kthehem, mbani mend çfarë thatë? Që s'keni shoqati tha. Rregulloni një shoqatën. Shihni të dytën. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ku jeni ju këtu? Çfarë kërkoni ju? Dhe në ndërkohë, ajo që e bën edhe më serioze këtë situatë është se pagat tuaja janë paga më të larta, goxha më të larta se në rajon, se në Maqedoninë e Veriut, se në Malezi, dhe janë paga të barabarta me gjykatësit në një vend të Bashkimit Evropian, siç është Greqia. Sot që flasim aktualisht, ju i keni pagat sa në Greqi, dhe ju doni t'i rrisni me nga 2.000-3.000 euro në muaj, në emër të çfarë? Ju thoni në emër të ligjit të kushtetutës? Kjo është e pavërtet. Nuk ka ligj dhe nuk ka kushtetutë që ju jep juve këtë të drejtë. Është ligji për paga. Iku dhe kjo, i keni paga sa në Greqi, tha shikoni dhe të tretën. Ti ka podcast që nga Kush zyre jeni vetë. ju që mund të gjykoni sinqeritetin? Kush jeni ju? Si mund të hyni ju të diskutoni kështu në këtë farfeje për një pushtet kushtetues, dhe ndërkohë që ju e përsëris nuk jeni si ky pushtet i cili buron nga vota, buron nga betejë politike, buron nga ballafaqimi alternative, buron dhe nga gjitha ajo arena e balkës ku jemi të detyruar të zhgryhemi për ditë se aty na tërheqin, ndërkohë që ju jeni atje lart. Lart për të dhënë drejtësi dhe për të garantuar barazim para ligjit, jo për të zbritur këtu poshtë, ku jemi ne të tjerët, që për ditë jemi në beteja të tilla dhe për të futur dhe ju në këtë përleshje me një gjuhë të papranueshme, të pajustifikueshme, me një gjuhë që shkel çdo etik të gjykatësit. Dhe në ndërkohë të thoni që Këshilli i Ministrave kishte suprimuar qëllimisht dhe me keqbesim, sipas jush, referencën e pagës duke suprimuar vendin. Unë po ju them juve që jeni dhe të painformuar përveç të tjerëve, sepse nuk ka patur asnjë lloj suprimimi nga Këshilli i Ministrave të ndonjë pozicioni të quajtur drejtori i përgjithshëm, se nuk ka pasur drejtor të përgjithshëm në Këshillin e Ministrave si funksion. Merrni, shikoni gjithë organigramën e Këshillit të Ministrave dhe mos flisni dokra në sytë e popullit shqiptar.
Çfarë aktrimi, mor, bu, çfarë... Se me në vesh për çfarë e bën. Para se ja fjalën Flogert Muçës, Arsit dhe Marsitit duhet jemi të qartë për një gjë, për gjithë ju që intereson her pas here qëndrimi im, unë jam totalisht kundër kësaj që po bën kryeministri i Shqipërisë, sepse unë jo vetëm që jam për ngritjen e rrogave të këtyre njerëzve që kanë funksione shumë speciale, që janë gjyqtarët, qoftë dhe mjekët e publikut e të gjitha këto, apo dhe mësuesit, unë jam për ngritjen e rrogës kryeministrit në maksimum vëlla. E kam thënë këtu në këtë studio dhe po e përsëris. Po, dhe unë mendoj seriozisht duhet ngritur 30.000 minimumi në muaj, 30.000 euro në muaj neto, jo bruto. Se bruto mund të vej 36-37, me kontributet, sigurimet. Bravo. Unë jam për këtë gjë, nëse duam që ta bëjmë shtetin serioz, këta njerëz duhet marrin aq shumë lek, saqë dhe sikur të jenë të babzitur për të vjedhur, në moment saktuar thonë 1 sekondë vëlla, pse ti futem të riskun, ka një super rrogë vëlla. 30.000 herë 12 muaj, 360.000. 60.000 në vit. 4 vjet, 1 milion e... Si logjik shndron çani, por ka një problem. Një sekond, se nuk ka hapa. Sistem pagash. Një sekond. Ti thua që të ti bëjmë obez ekonomikisht që mos ke nevojë të vjedhin. Po më dhe japim, ore, dëgjoj. Do ta bësh dhe për avokat. Po pra e thash pra. Sa do i varfër të jetë ky vend, unë them Rama do jetë i pari pra. Rama dhe çdo kryeminist tjetër pas Ramës, që s'do ketë. Më do i s'do ketë deri në 2050 se ai do jetë, po. Unë them, mendoj dhe pas 2050-s. E kuptoj pse është nxehur. Tani një sekondë. Se ka njëri thotë që duhet të rritet rroga jam unë. Që nuk e thot. Kjo është mnefi që nuk thot. Nëse unë thash qëndrimin tim, sepse unë mendoj që një shtet serioz do ta bëj këtë gjë të rregulloj me ligj, mundësisht me kushtetutë vëlla. Po. Dhe atëherë ju të shikoni që do ketë një garë më të fortë kush bëhet kryeminist i parë i këtij vendi, kush bëhet president, kush bëhet mjeku i parë. Gjyqtari më i mirë. Kush bëhet ushtaraku më i lartë, generali më i mirë, pra se thuash, duke vënë këto paga, krijon elitat. Krijon elitat më valla, sepse një idiot, kur është idiot valla, e ka të pamundur të, pra se thuash aty do marrin pjesë njerëz që kanë tru, është e pamundur se aty ka kritere, pra se thuash e pastron dhe lojën. Unë mendoj që e pastron shumë lojën. Në base e kam gabim. Tani drejt vendosja e filtrave. Kjo gjë, bravo. Unë mendoj që kjo gjë nuk bëhet shumë kotore, se e tha dikush. Edhe ky bën gabim këtu që ju agrohet gjyqtarëve valla. Ky e bën për arsye të tjera. Po ta thash më. Ky bën shumë gabim. Ka nga mlefi personal. Ky e bën për arsye të tjera, vetëm mlefi profesional. Po ka dhe prapavi politike për atë që po ndodh. Ky se ka fare hallën atje më kush. Sa si rruhet trapi fare se kërkojnë gjyqtarët pagat. Po për këtë do ma shpjegoni ju. Te japi një Flogerti lajmin? O Flogert. A kanë të drejtë gjyqtarët apo jo më valla dhe këtu duhet të lajmërojmë që këtu nuk bëhet fjalë as për prokurorët e Spakut, as për ta të GKK-s. Për gjithë bëhet. Jo. Po nuk janë kanë përfshirë. Janë të përfshirë çani. Dëgjoj mua. Gjyqtarët e lartë, gjyqtarët kushtetues dhe prokurorët e shtatë të unë këtu ju sfidoj Gjeri. Jo, Spaku është... Ai ka thënë bile unë... Ai bile ka thënë për Spakun, ja, bravo i qof Spaku që nuk është... Fakti që janë tërhequr nuk do të thotë që nuk e marrin në rritjen e rrogës. Ata janë të përfshirë. Sipas ligjit janë të përfshirë. Ose kanë status se janë funksionarë. Ata janë tërhequr si rrjedhori. Atëherë ndryshon çështjes balancës pushtetit. Pak kontekst. Jepi kontekst. Konteksti është këtë gjë atëherë janë tërhequr, po që sipas ligjit me ligjet meritojnë dhe ata. Konteksti është ky. Gjyqtarët, shoqatat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve... Pse janë shumë shoqata? Janë 2 shoqata. Po, qartë. Po, Unioni dhe... Kanë ankimuar në gjykat kushtetuese faktin që qeveria nuk ju ka rritur rrogat. Qartë. Me thonë, po e them kështu trash. Dhe këto 2 shoqata, respektivisht pra, njëra është krijuar e gjyqtarëve në vitin 2008, dhe shoqata e prokurorëve është krijuar tani rishtas ka më pak se 1 vit. Dhe çfarë ka ndodhur? Që të jesh shoqatë e ligjshme, duhet regjistrohesh, Marsidi është këtu edhe Arsi poshtë. Në gjykat dhe në tatime. Tani, shoqata e gjyqtarëve është regjistruar në gjykat, por tani që flasim nuk është regjistruar në tatime. Jo e gjyqtarëve, shoqata e prokurorëve. E gjyqtarëve, më dëgjoj, ta them unë. E prokurorëve tha në deklaratën e vet Rama. Ja fut kot Rama. Po thotë t'jap informacionun, Rama thotë çfarë doj. Shoqata e gjyqtarëve nuk është regjistruar në tatime. Është në gjykat, jo në tatime. Prisma, kjo është... Këto janë cicmice që papanojnë vlerë. Na shkon te thelbi. Jo, por thelbi pra. Shoqata e prokurorëve është perlë, por shumë e bukur. Është regjistruar tani vonë, jo me emër, po me akronim, pra jo zonë lirë, po ZL, po qartë, që nuk
është korrekte nga ana ligjore dhe është regjistruar me seli në prokurorinë e Elbasanit. Atje e ka bërë regjistrimin. Po dhe ku është problemi? Dhe ka marrë, edhe kjo është me akronim që është e paligjshme dhe pjesa tjetër e regjistrimit në prokurorinë e Elbasanit ishte sërish një kleçk ligjore e cila ishte e pa dëgjuar ndonjëherë. Dhe perla e perlave pastaj ishte që antar të shoqatës gjyqtarëve ishin 2 antar të gjykatës kushtetuese, që është konflikti i interesit. Kupton? Të gjitha këto janë, dakor kuptova, të gjitha këto janë teknika, ose, sa themi, truke, thjesht për të delegjitimuar kërkesën e tyre. Tani të vemi të thelbi. Unë po them, ligji ju jetë të drejtë apo jo? Thelbi është... Nuk ka rëndësi si e kërkojnë dhe kush e kërkojnë dhe në çfarë forme. Kemi 2 institucione, 2 shoqata. Po se janë institucione ato më burë? Institucione janë. Po që institucione ato janë ju fë burë, ato janë pa kështu. Ato janë jo fitim prurse o burë. Me që dhimë, rritje dhe rolit integrimin e... Organizatës dhe qeveria një farë. Di pse them të fitojmë kohë flogres, sepse ti njësoj si unë e di shumë mirë që ky nuk është thelbi. Por e më falë, thelbi është ky. Këto janë për të delegjitimuar kërkesën e tyre o burë. Ta, desha të them këtë më burë. Ma thuaj. Si ka mundësi, shoqat prokurorësh, shoqat gjyqtarësh, janë të parregjistruar, njëri regjistrohet gabim me akronim, tjetri nuk regjistrohet putative, dhe i japin kryeministrit artifica ligjore, janë edhe antar gjykate kushtetuese dhe në konflikt interesi marrin gjykojnë një çështje ku janë vetë antarët jo ata. Kjo paaftësi e këtyre është marramënse dhe mua më duket sikur këta janë bashkë me Ramën këtë lojë, se nuk ka kuptim. Domethënë duhet të jesh me Ramën që ti jesh aq i trashë, sa ti jesh në krye, ti jesh shoqat gjyqtarësh dhe nuk ke bërë regjistrim. Ti jesh shoqat prokurorësh dhe nuk ke bërë regjistrim korrekt. Po, nuk është kjo që e delegjitimon kërkesën e tyre dhe pa dinë gjykatës. Kërkesën e tyre si subjekt, juristët si subjekt, ata bien në momentin që disproporcion të pagave, që do thotë. Pasaroj pak me që të thotë. Dy element. Në disproporcioni pagave, të thotë që pagat vendosen me vendim në parlament dhe vendosen nga qeveria në bazë prioriteteve qeveritare dhe buxhetit shtetit. Dhe gjyqtarët kanë patur 2 herë. Paga sektorin publik po flasim gjithmonë. Bravo, gjithmonë aty jemi, sektori publik, se po të flasim për privatin është tjetër gjë. Ne 2 herë janë rritur pagat e gjyqtarëve dhe sot pagat e gjyqtarëve janë 3 deri në 4 herë më të larta se sa paga mesatare, që do thotë janë gati në ankronim me pagat në Greqi të gjyqtarëve dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe gati në paralelizëm me të gjithë vendet e Ballkanit, pra. Dhe duke qenë në këtë pikë dhe duke patur paga relativisht të larta për vendin tonë, që jemi vend që aderojmë për në Union dhe nuk jemi vend i Bashkimit Evropian, lind pikpyetja që nëse ne do të bëjmë këtë rritje të pagës së gjyqtarëve, e cila konsiderohet jo logjike dhe jo koherente në këtë pikë, do të çojë në disproporcion të pagës së gjyqtarit me pagën mesatare. Dhe kjo e delegjitimon vendimin dhe çuarjen e tyre për të ngritur padinë gjykatë kushtetuese. Elementi i dytë që e delegjitimon është fakti që gjyqtarët nuk e kanë dhe nuk duhet ta kenë të drejtën ligjore të vendosin pagën e tyre qoftë dhe me vendim të gjykatës kushtetuese. Dhe këtu është konflikti. Dënë një sekund, a bazojnë një ligj ata? Bazojnë në një ligj, ja do ta them. Ma thuaj ligji, duke sigur ata janë komplet në ajër. Ligji është i 2016. Pra i para 10 vjetëve. Çfarë thot ligji? Çfarë thot ligji tani? Arsi ti themi 2 anë me dalë. Ligji i 2016 thotë që statusi i gjyqtarit është specifik, mbrohet me kushtetues dhe duhet të paga e tyre të mos ndryshojë, pra në tyre pavarësisht të mos ndryshojë paga e gjyqtarit. Të mos ndryshoj apo të ndryshoj një në 10 vjetë të rritet? Të ndryshoj, ta them pra deri në fund, duhet të ndryshoj vetëm me ndryshimin e pagës së presidentit të Republikës dhe nuk duhet jetë më lartë se 36% se sa paga e presidentit të Republikës. Po mi kërkesa e tyre sa është? Ky ndryshim ligjor, çani nuk është më i 2016-s, por është ndryshim i ligjit 33 të vitit 2023. Dhe tani gjyqtarët thonë, ne nuk duam thot më që paga jon të varet nga paga e presidentit të Republikës. Dhe s'kan faj. Por paga më e lartë në nivel administrate publike, sepse administratës publike i rritet paga në mënyrë shumë periodike se sa asnjëherë. Dhe paga të tjera, qoftë të Bankës së Shqipërisë apo entitete paralele, i rritet shumë më shpesh se sa Presidenti i Republikës. Dhe thotë, kjo nuk ka ndikim direkt në pagën tonë
Tani kjo do ndryshim të dispozitës ligjore, Çani, nuk bëhet me vendim gjykatës kushtetuese kjo. Domethënë, ky është konflikti i madh. Dhe vendet e Bashkimit Evropian. Po kanë drejt pa gjyqtarët. Sa po thej që të tjerëve, pjesë tjetër të administratës, i rritet paga. Në mënyrë periodike, i rritet shpesh. Tyre nuk ju është rritur. Nuk jo është rritur sepse në 2023 është ngërsht ligjor. Atëherë gjykata kushtetuese zgjedh të punë. Mos duket gjykata kushtetuese, por gjykata kushtetuese ka përballet me një problematik shumë të madhe këtu. Nëse do japi të drejtë gjyqtarëve, do hedhi poshtë e para skemën dhe mënyrën se si shteti vendos pagat. Jo, me ses poshtë. Do ta vendosi skemën e pagave si antikushtetuese dhe nga ana tjetër do të japi buxhetit shtetit një dëm prej 37 miliard lek në vit. Sa? 37 miliard lek. Milion euro. Milion euro. Edhe ty duken shumë të në vit? Po, janë shumë për buxhetin e shtetit, sepse këto para... Çani, jo një element. Mos futemi te korrupsioni. Jo, po mos futemi te korrupsioni. Për buxhetin e shtetit... Për buxhetin... Mirë pra, për Për gjyqtarët nuk është shumë e madhe. Për buxhetin e shtetit është shumë, Çani, sepse nëse 37 miliard ti e çon në rritje pagash për mësuesit, për profesionistët, tjetër gjë vlen. Arsi, je shumë e qartë, megjithatë sa po më thej që edhe ata nuk ja fusin kota për gjyqtarët. Ata bazon diku se ata e kanë zanat të punë. Ata delegitimohen në skemën e pagave. Pra nëse i futemi skemës pagave dhe rregullave që ka Unioni, Bashkimi Evropian, për vendosjen e pagës së gjyqtarit, delegitimohet vendimi i tyre. Ne Bashkimi Evropian nuk kemi akoma pjesë BE-s, po nuk kemi akoma pjesë BE-s, por ne a jemi në proces, do harmonizohemi ne. Atëre ata kujt ligji i referohen pra se nuk është kot kjo. Ligji 33 të vitit 2023. A kanë të drejtë i referohen apo jo? Po Arsi, po si se thua me Arsi? Leta analizojmë Arsidi... Po dhe Flogerti pak ka të drejtë që i referohen ati ligji pra. Dhe Flogerti që është ashtu, është ndershëm thotë, kanë të drejtë. Ata... Mua më habit ignoranca që s'din... Vere më mënyrën, edhe një më mënyra të tushme. Po jo më kanë drejtë ata. Po i them Arsi, ta kanë drejtë apo jo, Arsi ti ke punuar në administratë publike. Po drejtë, o Çani, parimisht, por nuk janë të delegitimuar në vendimin e tyre për ta çuar Rama është fajtor. Më falë Çan, vetëm një fjali kam ta marrim Arsiti pastaj. Rama është fajtor që nuk... Rama është fajtor që nuk ka bërë një sistem pagash, nuk mund të ketë pagën më të lartë guvernatori se presidenti. Sistemin e pagave, ligjin e pagave Rama duhet ta kishte rregulluar. Ajo duhet rregulluar. Edhe të vihet me Rama në parim ka drejtore, në parim. Por me ligj kanë drejtë gjyqtarët. Është debat. Duhet bërë ndryshime dhe reform në sistemin e pagave është tjetër gjë. Po çon si ka, në këtë moment po flasim ne, deri tani, kjo Flogerti qëndron. Ai mund të ketë parimin të drejtë, po me ligj kanë drejtë gjyqtarët. Pik, mbaroj tani, do të respektosh ligjin. Kjo është e gjitha. Ti s'mund thua mua, ju po të respektojmë parimin, ora zotrinës, po një ligjin, pastaj me parimin valla. Prevalon, po. Prevalon ligji, por gjyqtarët në momentin që e kanë çuar pa dinë gjykat kushtetuese, luftojnë për parimin. Nuk luftojnë vetëm me ligjin, luftojnë me parimin. Po ata kanë drejtë të bëjnë çfarë duan. Paga jon. Parimi më i rëndësishëm është parimi i legitimitetit, që do thotë çdo ligj duhet të jetë në armonie me ligjet e tjera. Në këtë kuptim, gjithmonë kur referohesh një ligj ose një kundërshtim ligjore, le ta themi kështu, konflikti ligjor është totalisht i ligjshëm. Qartë. Do të vetëm diçka, do të thej përgjigje Flogertit. Kur krijohet një subjekt, sidomos person juridik, siç është një organizatë të fitim prorse, dhe ti me drejtë e ceke dhe shumë mirë bëre, ka dy lloj pavlefshmërisë. Absolute dhe relative. Pavlefshmëria absolute janë ato që ndikojnë tek thelbi i subjektit dhe ja heqin, le ta themi kështu, personalitetin juridik ose ekzistencën, ka dhe pavlefshmëri relative, të cilat mund të jenë pavlefshmëri që rregullohen me kalimin e kohës, por që mund të kenë masa administrative. Në këtë rast mund të kenë gjoba tatimore, gjoba sanksione administrative, për gjyqtarët, do thotë që erozon për unionin e gjyqtarëve ke drejt. Për këtë të prokurorëve Do thotë që erozon, në kuptim. Mund të jetë dhe rrëzuar sepse nuk është ti ke drejt në me etikën. Ajo që thotë ti ka të bëjë me etikën ligjore, pra standardet ligjore ose kornizat ligjore pse ndjekin. Ndërkohë që në raport me thelbin e pagave, gjithmonë në çdo shoqëri, sidomos europiane, edhe kategorinë e pagave, më të paguar janë gjyqtarët. Sepse çdo lloj konflikti, nga më i thjeshtë midis dy individëve, divorc, çështje familjare, çështje biznesi, partneriteti, çështje penale kalon nëpërmjet gjykatave. Pra shoqëria mbahet pikërisht nga kornizat ose nga kolonat e drejtësisë. Dhe prandaj në kategorinë e pagave, hiç funksionet kushtetuese të larta, presidenti, guvernatori, këta janë në kategoria më e veçantë e pagesave. Ore mësues kanë drejtë thonë po ne pse jo më burr.
Po dakor, Atë po i thoja Flogerti. tani, qofse e bëjmë piramidën e rëndësishme. Jemi në fund, 2 minutat e fundit. Qofse ne bëjmë një piramidë, gjithmonë parimet që rregullojnë rënkimin piramidë janë parimet e utilitetit ose dobisë. Pra, kush nga këta prodhojnë dobin më të madhe për numrin më të madh njerëzve, normalisht janë gjyqtarët. Por, ka një pikpyetje tani këtu, që në politika publike konsiderohet efekti zinxhir, çuarja në gjykatë kushtetuese dhe këtu e delegitimojmë ne, sepse këtu do t'i ngrihet pretendimi dhe mësuesit dhe kategorive të tjera të pagave. Mjekve. Patjetër që të ngrihen edhe thonë Po kanë drejt, pra. Ta çojmë gjykatë kushtetuese, sepse ne meritojmë parimisht nëse jemi të Po ndryshojnë ligjin, pra ndryshojnë këtë ligjin këtij, pra. Ta ndryshojnë pra ligjin. Këtyre kategorive që këtyre kategorive që si policëve në 2013 mbarojmë jemi 6 sekondë me 100%. Mjekëve tani voni është unë kam ti më shoqë në sistemin, është rritur me 40%. Pra, për të gjithë kanë ndodhur ndryshime dhe shumë mirë është bërë. Po, pra. Për gjyqtarët, Rama po ndjek rregullin e Jessica Albës të filmi Hanxhari, që thot, kjo është e lishme, po nuk është e drejtë. Mirë po, ajo që po bën Rama, nuk është e lishme në kuptimin që vepro me kartona, zotri. I ke kartonat në parlament. Pse bën presion publik? Pse nuk vepron me kartona? Ndryshimi i kësaj bëhet me shumicë thjeshtë apo jo? Nuk ka nevojë për shumicë. Po ai ka shumicë të cilësuar më. Qartë. Kështu që pyetja është atë pyetja është pse e bën këtë show? Omar si pse e bën këtë show sipas teje? Për ta mbyllur jemi në sekondat e fundit. Në kuptimin e interesave ose asaj që thua ti, çfarë interesi që e nxit dikë të bëjë një veprim caktuar. Dhe në këtë kuadër veprim mund quhet edhe simbolik ose verbi simbolik. Ai do që ti delegitimoj, pra ti trajtoj nga një elit, pra njerëzit që janë më të dobishëm të shoqërisë, në disa njerëz të zakonshëm, që intereson paga, dhe këtë pagë kërkojnë nëpër mënyrave të cilat vetë ata që kanë detyrimimin ligjor të respektojnë ligjin, nuk e respektojnë në formën si e kërkojnë. Pra, forma shoqare. Përse e bën, pra, përse? Ka gjithë armikun e ai ja po ta them, do të ridikulizoj, domethënë do të neutralizoj si disa njerëz që nga ideja e prishpërisë që ka sot publiku, që këta do vendosin drejtësinë, do ndëshkohet fenomeni pa ndëshkueshmërisë. Nuk po rri mua kjo logjik. Te ka bërë Rama që ishte në opozitë. Është kompleksi rozat. Do të bëjmë reformën drejtësi, sepse gjykatësit tan po bëjnë namin, po marrin rishfet etj. Tani u bë reforma drejtësi. Dakor? Është bërë reforma. Tani Ramsi i rikthehet do t'i sulmoj prapë. Pse e bën për të dytë? Radhën e parë goditi standardin, pra statusin e gjyqtarit, kush janë gjyqtarët, sot godet standardin njerëzor. Pra nuk i shkon kostumi, pavarësisht edhe kostumin e gjyqtarit të japësh, gjelen kaq njerëz të vegjël, sa kërkojnë këto gjëra. Pra do të zvogëloj për masën njerëzore, sepse shikoj, gjyqtari në fund ditës është njeri me etikë dhe përgjegjësinë të lartë shoqërore. Kjo është diferenca ti nga gjithë kategoritë e tjera. Pra domethënë ka standard tjetër, ka standard drejtësie. Nuk ka standard as dobin politike, as fitimin, as pushtetin. Ka standardi ose kriteri matës që ofron një gjyqtar është dhash diçka të drejtë sot vendim drejt apo të pa drejtë. Kur ti me këta njerëz dhe nga ky kontekst interesi politik i Ramsit. Do të delegitimoj. Kë gëzon Ramsi duke i rënë këtyre, duke i bërë ti bashkëpunëtor të vetë sot kanalle me drejtësinë. Po, farë, këtu s'u bëhet fjalë për spakur bërgje kërkuan, pra. Se ta kanë heqë dorë. Dëgjove ti se çfarë nuk ka funksionar, nuk ka funksionar, vetëm spaku. Vetëm spaku është përhequr. Jo, gjyqtarët e tjerë të gjykatës speciale janë. Gjyqtarët dhe prokurorët e spaku dalin nga sistemi thjesht gjyqësor. Dhe kur i mbaron mandati rikthehen dhe këta që janë këtu sot, ta përfundoj. Këta që janë këtu sot ta mund të jetë nesër prokurorët e gjyqtarët e gjykatave speciale. Ti mazit jep rritje pagash apo jo? Po. Lexoj. Ti jep rritje apo jo? Për ta mbyllur. Të gjithë, po vetëm një fjali të lutem. Të lutem se mbaroj. Lexoje kështu më Oçan, lexoje kështu se do të të pëlqejë. O zotri, shumë e thjeshtë, më Ramës i duhet një kundërshtar që ta mundi. Kundërshtari i vetëm në publik për te doktorit që nuk ekziston, që ai mund të mundi, është ai ose ajo kategori njerëzish që shqiptarëve vetëm ju kanë hapur hallë dhe nuk ju kanë zgjidhur asnjë. Po nuk është e re kjo gjë. Ka përjashtuar, ka përjashtuar tani spakun që kërkohen, pra ata i quan gjëja e mirë e këtij vendi, dhe ju bie këtyre. Ti thua matrapaz, thelbi që matrapaz. Ta thon shqiptar, ju thon shqiptarëve, Rama nuk flet me gjyqtarët, flet me shqiptarët. Po e di pa. Po njerëz, këta që ju marrin. Që e keni nga këta, jo nga unë. Që ju marrin lek për pronat, për këtë, që shkojnë drejt te vrasja në përgjigje më tash. Këta që ju kanë marrë lekët juve duan të marrin akoma lekë tuaja nga buxheti. Nuk jam unë hajduti, mo janë këta. Kupton tani? Pa e kupton ti, mo? Jo, unë e kuptoj, po ti e kupton tani? E thash mirë apo? Është perl, mo.
Arzi, të falenderoj jashmazën. Faleminderit. Do takohemi prapë shumë shpejt, do shta të premten. Marsit, ishte kënaqësi Flogert, u kënaqem shumë, ora është 11 e 40 minuta, zënës. Do të për të thënë që jemi live tu në MSN TV, si çdo të marrë dhe të mërku në orën 10 darkës dhe të premte në orën 9 të darkës, mos harroni. Para se të ikim, duhet kujtojmë një gjë, korrupsioni në thelb nuk është i keq. Ai është i keq vetëm nëse unë nuk jam i përfshirë në të. Yes. Amani, nëse unë jam i përfshirë në korrupsion, do ta mbroj. Ta mbroj fort. Corruption is not